Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kur isha 23 vjeçe, jeta ime dukej shumë e rregullt nga jashtë. Punoja, paguaja qiran, kisha shoqe, dilja në një fundjavë, por brenda vetes ndihesha shumë bosh. Sikur kisha humbur disa stacione të rëndësishme dhe po vazhdoja udhëtimin pa hartë. Një nga këto boshllëqe ishte pikërisht marrëdhënia me trupin tim. Nuk e njihja, nuk e kuptoja dhe mbi të gjitha kisha shumë frikë prej tij. Jam rritur në një familje ku trupit i flitej vetëm kur ishte i sëmur. Gjithçka tjetër fshihej pas heshtjes. Nuk ishte biseda për zhvillimin, për ndjesitë, për kufijt. Mos u merr me këto gjëra, ishte përgjigja për çdo pyetje. Kështu që mësova të mos pyes, të mos kërkoj, të mos kuptoj. Kur fillova të jetoja vetëm, heshtja u bë më e zhurmshme. Netët ishin të gjata, interneti ofronte shumë, por jo qartësi. Lexoja gjëra të coptëzuara, kontradiktore, shpesh të egzageruara. Shoqet flisnin me të qeshur, por kurrë me detaje që të ndihmonin realisht. Unë dëgjoja dhe bëja sikur nuk kuptoja. Në atë periudhë ndihesha nën presion. Jo nga dikush konkret, por nga ideja se duhej të kisha përjetuar disa gjëra për moshën që kisha. Ishte një lloj ankthi i heshtur që më ndiqte çdo ditë. Nuk ishte dëshirë e vërtet, ishte frikë se mos mbetesha gjithmonë jashtë. Vendimi që mora nuk erdhi nga qartësia, por nga hutimi. Ishte një veprim impulsiv, i pa udhëzuar, i marrë pa i kuptuar rreziqet. Nuk kishte asgjë romantike, as ndjesi pozitive. Përkundrazi, pothuajse menjëherë ndjeva se diçka nuk ishte në rregull. Trupi im reagoi me tension, shqetësim dhe dhimbje. Më pushtoi paniku. Orët që pasuan ishin të mbushura me frikë. Rija ulur, pa lëvizur shumë, duke vëzhguar çdo ndjesi. Çdo ndryshim më dukej kërcënues. Netët ishin edhe më të vështira. Më dukej sikur kisha kaluar një kufi pa e ditur pse dhe si. Turpi më bënte të mos i tregoja askujt, as shoqeve, as familjes. Ditët kalonin dhe shqetësimet nuk iknin. Nuk ishin vetëm shqetësime fizike. Ishte një peshë në gjoks, një ndjenjë faji që më ndiqte kudo. Më dukej sikur kisha zhgënjur veten. Fillova të shmang pasqyrën. Nuk doja të shija trupin tim, sikur ai të më kishte tradhtuar ose unë atë. Pas rreth një jave e kuptova se nuk mund ta injoroja më situatën. Vendosa të shkoja tek mjeku. Ishte një vendim që e shtyva deri në momentin e fundit. Vetë ideja që duhej të flisja, qoftë edhe në mënyrë të përgjithshme, më bënte të dridhesha. Kur hyra në ambulancë më merrej fryma. Mjekja ishte e qetë. Zëri i saj nuk kishte as nxitim, as gjykim. I shpjegova gjërat në mënyrë të turbullt, pa hyrë në hollësi. Ajo kuptoi më shumë se sa unë thash. Më shpjegoi me qetësi se trupi reagon ndryshe kur nuk ka informacion. Më shumë probleme vijnë nga mungesa e edukimit dhe jo nga gabimet morale. Ajo më foli për kujdesin ndaj vetes, për kufijt, për rëndësinë e dijes. Më tha diçka që nuk do ta harroj kurrë. Trupi yt nuk është armiku yt. Thjesht nuk e ke njohur ende. Pas asaj vizite fillova një proces të ngadalë të ndryshimi. Fillova të lexoj nga burime të besueshme, të bëj pyetje, të kuptoj se nuk ka asgjë të turpshme për të mësuar. Fillova të respektoj veten jo duke u shtyr drejt gjërave për të cilat nuk isha gati, por duke i dhënë vetes kohë. U deshën muaj të tërë që të ndihesha sërish të rehat me trupin tim. Nuk ishte një kthesë e shpejtë, kishte ditë të mira dhe ditë të vështira. Por gradualisht ndjenja e fajit u zëvendësua nga mirëkuptimi. Nuk isha e prapambetur, isha thjesht e pa informuar. Sot kur e kujtoj atë periudhë, nuk e shoh si një histori për t'u fshehur. E shoh si një pasojë të një shoqërie që hesht, që turpëron, që lë vajzat të rriten pa udhëzim.
Po të kisha ditur atëherë çfarë di sot, shumë gjëra do të ishin ndryshe. Kjo histori e imja nuk është për të provokuar, është për të treguar se sa e rrezikshme është ignoranca dhe se sa e rëndësishme është të flasim hapur, me respekt dhe me përgjegjësi.